Me këj keni ato vota? Në momentin që presidentja jep mundësin, ne e thrasim me njëherë Nëse jeni ka që bindur me këj keni vota, a keni marrëveshje për koalicion me ndonjë subjekt? Sepse unë kam besim plot në lirin edhe në përgjegjësin politike të secilit deputet Republikës Kosovës për të ndërtuar institucionet, duke e defaktorizuar dhe lënë jashtë listën serbe. Pra, jo po besoni në vullnetin e deputetëve të caktuar dhe nuk keni marrëveshje politike me ndonjë subjekt parlamentar? Ju e dini që ne kemi bashkëpunime dhe bisedime me njërin nga partitë politike brenda Kuvendit Republikës Kosovës, që është Nisma Socialdemokrate, si dhe me deputet të cilët janë të gatshëm për të dhënë përkraje. Për bisedime e di që keni pas, po për bashkëpunim ky është lajm sonte. Sot kryeministri i Republikës Kosovës ka qenë shumë pozitiv dhe shumë i motivuar që shumë shpejt ne do të kemi mundësi të fillojmë punën me një qeveri të re. Pra, ju konsideroni që qeveria do të bëhet vetëvendosje Nisma dhe deputetët e pakicave jo serbe përfshi edhe Nenad Rashić? Unë kam besim të plot që gjithë ata që duan dhe duan të mbrojnë sovranitetin e Republikës Kosovës, që duat besoj që janë të shumë brenda Kuvendit Republikës Kosovës, unë duat besoj që të gjithë deputetët, pa dallim, përpos listës serbe, do të jenë të gatshëm shumë shpejt të japin votën për qeverinë e re të Republikës Kosovës. Edhe ashtu jemi vonë, kemi humbur shumë dhe Kosova nuk e ka komoditetin të vonohet edhe më tepër. E qartë mbetet shihet Reshitaj, faleminderit shumë për kohën që gjetet të inkuadrohesh në Kompas sonte. Faleminderit juve dhe shfrytëzoj rastin të uroj të gjithë kandidatëve për kryetar komunash suksese edhe të gjithë kandidatëve për asambli shumë suksese në këto zgjedhje lokale. Me që i përmendët zgjedhjet lokale, tash detyrohem t'ju pyes sa mund të hyjë në kalkulime procesi zgjedhjeve lokale potencialisht i ballotazhit nëpër disa komuna për formim të qeverisë. Nuk kemi diskutuar për këtë çështje, mirë po kjo është politik dhe unë personalisht nëse merrni mendimin tim si një politikane që kam mbi një dekadë përvojë politike aktive në Kosovë, unë them se me njerëz të mirë, me njerëz të ndershëm, duhet punojmë dhe bashkëpunojmë, pavarësisht cilës parti politike i takojnë, por që janë njerëz të ndershëm, janë njerëz punëtor, sepse zgjedhjet lokale dallojnë shumë nga ato të qendrore, sepse flitet për politika lokale, për interesat të qyteteve, të komunave dhe mendoj që një pjesë e madhe e kandidatëve për kryetar janë të jashtëzakonshëm dhe dua të besoj që do të fitojnë më të mirët për qytetet e tyre. Unë jam për momentin në qytetin e Prizrenit, sa kemi përfunduar, sa kemi bërë përmbylljen e fushatës dhe po shoh një entuziazëm të jashtëzakonshëm qytetarëve për ndryshime në shumë komuna. Kështu që besoj që do të ketë bashkëpunime në ballotazh, por nuk mendoj që do të ndërlidhet shumë edhe me krimin e qeverisë. Po gjithsesi pritet të shihet. Qartë, faleminderit shumë për këtë inkuadrim, Reshitaj. Faleminderit juve. Në fakt, në vazhdim do t'i dëgjojmë edhe deklarimin